Përshëndetje miq të dashur, nesër në 4 dhjetor 2025 kemi një hënë finale super të fuqishme në shenjën e Demit, që do t'jetë në nakshatrën, sipas astrologjisë vedike unë gjithmonë flas, në nakshatrën Rohini, në yjesin që hëna dashuron më shumë. Quhet hëna e ftohtë sepse ndodh në muajin Margashirsha, ku dimri fillon mbare mirë, është ftohtë, nuk është ngrohtë. Do t'jetë hëna më e madhe dhe më e ndriçueshme e vitit dhe shumë e veçantë, sepse thuhet se plotëson dhe manifeston dëshirat tona, si mirësi, gjërat e mira të bukura, por është dhe e rrezikshme, sepse mund të manifestojë dëshira të gabuara, xhelozi, agresive, hakmarrje pa u menduar fare. Kujdes gjithashtu se çfarë hani, sepse është energjia e ushqimit. Do të gjykohesh nga universi mbi ushqimet çfarë han. Prandaj që të kemi pasojë të mira, unë gjithmonë u sugjeroj pra të gjithëve që të ham ushqime vegetariane. Madje dhe bamirësi të ushqimeve, të dhënies së ushqimeve vegetariane tek të varfrit është gjë shumë e mirë për ta shfrytzuar pozitivisht këtë hënë të plotë. Kjo hënë është me shumë domethënie tek Shqipëria. Pse? Sepse hëna e plotë në Rohini ka një yll aty që lidhet direkt me neve, me Shqipërinë, që quhet Aldebaran. Pra rënja Al, si tek Albania e sotme.